Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gruaja më e mençur në botë tregon sekretin e njerëzve që nuk sëmuren kurrë. Në këtë video do të rendisim disa nga sekretet kryesore për të pasur një imunitet më të fortë, sidomos gjatë periudhës së virozave. Ndjekja e këtyre këshillave do ju ndihmojë që të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe të mbani larg komplikacionet e stinës. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj për të fuqizuar imunitetin, duhet të konsumoni edhe hudhra. Hudhra do t'japin rezultate të kënaqshme. Hudhra është e pasur me antioksidant që rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionin, citon Cameron Brook, profesoresh në Departamentin e Shëndetit Publik në Mjekësinë Familjare në School of Medicine në Boston. Hudhra ndikojnë gjithashtu pozitivisht në shëndetin tuaj të zemrës. Shpërlarja e fundit duhet të bëhet me ujë të ftohtë. Dushi i ftohtë qetëson dhimbjet e migrenës, stimulon qarkullimin e gjakut dhe redukton dhimbjen. Edhe pse një dush i ftohtë që zgjat 10 minuta është lehtësisht i përballueshëm në verë, ditëve të ftohta rekomandohet që vetëm shpërlarja e fundit të bëhet me ujë të ftohtë. Konsultohuni më parë me mjekun tuaj nëse keni probleme kardiovaskulare, sepse uji i ftohtë mund të shkaktojë rënje të presionit të gjakut dhe t'ju rrisë rrezikun për jetën. Përfshini xhinxheri në regjimin tuaj ushqimor. Kur shëndeti është tema e diskutimit, xhinxheri nuk ka se si të mos marrë pjesë. Për shekuj me radhë, xhenxhefili është të përdorur si një mënyrë medicinale edhe për të trajtuar probleme dhe sëmundje të ndryshme. Nuk ka rëndësi nëse në cilën formë konsumoni xhinxherin. E rëndësishme është që të përfshihet vazhdimisht në dietën tuaj. Merrni vazhdimisht vitaminën C dhe shtesa të zinkut. Vitamina C dhe zinku ka fuqi të parandalojë shumë fishimin e viruseve, ndaj nëse ndjeni të rrezikuar, e dini shumë më mirë se duhet të keni këtë vitaminë të mjaftueshme në dietën tuaj. Flini mjaftueshëm. Nëse flini 8 deri në 10 orë gjumë çdo natë, do t'jeni më të shëndetshëm, tregon Amelia Nercis. Ekspertët e gjumit bien dakord se fjetja e mjaftueshme është çelësi për një sistem të fortë imunitar. Një studim ka treguar se njerëzit që flenë vetëm 5 orë gjumë në natë kanë në 30 më shumë % gjasa që të shfaqen probleme të viruseve, ftohjes dhe imunitetit. Konsumoni ushqime të pasura me vitaminën C. Edhe pse të dhëna shkencore që vërtetojnë se vitamina C përmirëson imunitetin janë të shumta, Sam Jerning tregon se sa herë që ndjeni se diçka nuk shkon më mirë me dietën tuaj, shtoni ushqime me vitaminën C. Kështu do të përmirësoni imunitetin. Shmangni stresin. Është e vërtetuar skënëtërisht se stresi dëmton sistemin imunitar. Prandaj duhet të shmangni stresin në një mënyrë të shëndetshme. Qëndroni të pastër. Duhet të lani duart gjatë gjithë kohës dhe të hapni dyert dhe dritaret, të ajrosni sa më shumë shtëpinë tuaj. Kështu do të mbani një imunitet më të fortë. Dhe sa herë që uleni në tavolinë, duhet të pastroni duart dhe asnjëherë nuk duhet të uleni me duart të palara. Bëni stërvitje rregullisht. Stërvitja e rregullt forcon sistemin imunitar dhe ju mund të rrezikoheni më pak nga infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes. Stërvitja e rregullt do të hapë kafazin e krahërorit dhe mushkëritë tuaja do t'i bëjë më të fuqishme. Kështu do të ndikoni pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Sjellja e një jetese sa më aktive është një mundësi plus e shtuar për shëndetin tuaj, që do të mbajë larg edhe problemet e imunitetit të dobët. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në SBA, larja e duarve është gjëja e parë më e rëndësishme që mund të bëni për të shmangur ftohjen dhe viruset. Gjithashtu në ndihmë mund t'ju vinë edhe masazhet. Shumica e studimeve tregojnë se masazhet mund të zvogëlojnë ankthin, presionin e gjakut dhe të ngadalësojnë arrahjet e zemrës. Kështu që kryesisht ato ndihmojnë në lehtësimin e stresit, i cili është një nga gjërat kryesore për ndërtimin e imunitetit. Dushi i ftohtë. Ata që bëjnë dush me ujë të ftohtë pohojnë se kjo i ndihmon kur kanë mungesë të energjisë, mbi ngrënie, qarkullim të dobët, madje edhe dhimbje. Përfitimet e shëndetshme të dusheve të ftohta nuk janë gjithashtu një zgjidhje e keqe, por një dush i ftohtë vazhdimisht mund t'ju rrisë sistemin imunitar. Larja e duarve mund të jetë një zgjidhje pozitive në dobi të shëndetit tuaj dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, larja e duarve është një gjë e parë e rëndësishme
që mund të bëni për të shmangur ftohjet e shumta gjatë gjithë vitit. Baktere të tilla si Escherichia coli dhe Salmonella mund të shkaktojnë probleme në shëndetin tuaj, dhe nëse nuk pastroni duart si duhet, ato mund të ndikojnë në shëndetin e përgjithshëm. Lani duart me sapun dhe ujë të ngrohtë për të paktën 20 sekonda. Pastroni të gjitha pjesët e duarve tuaja, por jo vetëm pëdhëmbët, dhe sigurohuni që të mos keni papastërti në thojë. Thani duart me letër ose vendosni një peshqir për secilin nga anëtarët e familjes. Qepa gjithashtu mund të jetë një ndihmës shumë i mirë në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepët janë të pasura me antioksidues që forcojnë imunitetin dhe gjithashtu luftojnë inflamacionet e tij, citon doktor Carmina Burek, profesoresht e Departamentit Shëndetit Publik në mjekësinë familjare në Boston. Kjo do të thotë që përveç forcimit të mbrojtjes kundër sëmundjeve të përditshme, me siguri ndihmon edhe në forcimin e shëndetit të zemrës. Nëse ju shqetëson aroma e qepës, doktori thotë se ekstrakti i qepës është një alternativë e shkëlqyer pa erë dhe madje ka një përqendrim të lartë të komponentëve të fuqishëm që e bëjnë qepën si një super ushqim të shëndetit tuaj. Me siguri, sa i xhelozoni ato njerëz të cilët e kalojnë në sezonin e dimrit pa u sëmurur shpesh. Ndonse njerëzit janë me grip gjithandej, ka disa persona që asnjëherë nuk sëmuren, por nuk keni arsye të xhelozoni sepse mund të bëheni si këta njerëz që asnjëherë nuk sëmuren thjesht duke ndryshuar disa prej shprehive të këqija dhe duke i zvendësuar ato me shprehi më të mira. Për të pasur një organizëm më të fortë, për të evituar gjithashtu edhe luhatit e shëndetit tuaj me kalimin e viteve, është e rëndësishme që të ndryshoni komplet rutinën tuaj të jetesës dhe të evitoni disa gjëra nga jeta juaj dhe të zvendësoni ato më të mira. Orari i rregullt i gjumit do të ndikojë pozitivisht në rritjen e sistemit tuaj imunitar. Ulëntimet tregojnë se, nëse flini më pak se 7 orë në ditë, ju jeni më të prirur të ftoheni dhe të sëmureni. Arsyeja përpara kësaj është se kur flini, trupi e riparon veten. Nëse nuk flini mirë gjatë natës, trupi bëhet më i prirur të sëmureni thuajse nga çdo infekcion. Koha e natës është periudha kur trupi rregullon hormonin e stresit. Nëse keni një orar të rregullt të gjumit, të cilën e ndiqni edhe gjatë weekendit, atëherë trupi e ka më shumë të lehtë të ballafaqohet me stresin dhe të mbajë larg infeksionet. Ushqimi i shëndetshëm është çelësi i një organizmi të fortë. Ushqimet e pashëndetshme kanë shije të mirë dhe krijojnë varësi, sidoqoftë ato nuk i bëjnë mirë trupit, ndryshe nga perimet dhe frutat. Prandaj në përgjithësi të plot filloni të ushqeheni shëndetshëm, duke përfshirë këto produkte në dietën tuaj si patatet të ëmbla, pemët citrike, bajamet, rrushin. Edhe konsumi i verës së kuqe është një mënyrë shumë e mirë për të qëndruar të shëndetshëm. Kur ushqeheni mirë, ju e ndihmoni trupin të luftojë mikrobe dhe bakterie që shkaktojnë infekcione dhe gripra të tjera. Pastroni më shpesh duart tuaja. Nuk keni nevojë të pastroni duart çdo disa minuta për të mbajtur larg mikrobet. Ka disa periudha të caktuara kur pastrimi i duarve është tejet i domosdoshëm dhe i rëndësishëm dhe nuk duhet të neglizhohet, si për shembull, para dhe pasi të përgatisni ushqimin, para se të hani, pasi të keni përdorur tualetin, pasi të kolliteni ose të shtini. Pastroni duart me sapun me ujë për 20 sekonda, në mënyrë që të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të ftohjes dhe të gripit deri në 50%. Qëndroni më të lumtur. Një prej mënyrave më të mira për të qëndruar të lumtur është duke qenë edhe me njerëzit e mirë. Pavarësisht se a janë miqt ose familjarët, ju duhet të shoqëroheni vazhdimisht me njerëz pozitiv. Lirojeni stresin duke shpenzuar kohë me miqt dhe duke qeshur me njerëzit. Një përqafim i thjeshtë nga personi që dashuroni mund t'ju largojë rëndimet e gjoksit, të cilat faktikisht mund të dobësojnë sistemin imunitar. Shëndeti është pasuri, prandaj aplikoni shprehit e lartë përmendura në mënyrë që jeta të jetë sa më me pak stres. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video në profilin tuaj.